tash e këshim shfrytzu rastin ka dale, që mos me kalu të informacionet, me prit musafiren që e paralajmëruam pak më heret për ditën e sotme që e kemi, një producente, një vajzë e cila do të nga të regoj për shumë qka që po bën, paka shumë këtu Joni të regoj edhe për një kamp muzikor, dhe normalisht që dojmë e ditë krejt, i madhe i vogël. Kështu që Lisa Akida, si producenti muzikore, do t'jetë në studio tek Joni aty, edhe do diskutuar shumë qka aty rreth si producente shqiptare që në Berlin e ka këthy në studiot të suksesit. Kështu që nga Akida bashkë me Zotri Krasniqin aty, E lypa në kom. Me Zotri Krasniqin pra është Lisa Akida këtu. Lisa, ju nderit shumë që ki ardhë se në Reload është shumë knatësi. Pa ju nderit që ma jepë mundësin më ardhë, jam shumë. Na jena taku një ditë rastesht dhe më ki të regu pak rreth detajeve që jeni konë të i pregadit për këtë kamp, po e kena ljonë, po mdo këtë që tash në kohën e dumë për me i folj krejt senet, shtë që është shumë knatësi me ju pas këto dhe me folj për diçka shumë të bukur që po jepët hapësir trive që e kam pasion muzikën. Pa tjetër. Tregon pak për çka bëhet fjallë, të tregojmë pak edhe shikuzve, na paka shumë i tregum që është u mbajt një kamp për songwriter, për trit që e kam pasion shkrimin e këngëve dhe jo vetëm, po në përgjithësi po foli për ata që kanë ndoshta pasion muzikën, ma përgjithsisht. Tregon pak ti çka bëhet fjallë këto. Po, do me thonë, është një songwriting camp që po bëhet prej Trust Art edhe Trust Music, bëhet në studio dhe Trust Music, edhe komu kanë 3 ditë, edhe komu jep mundësi artistave të rinë, qofshin vokalista, instrumentista, producenta, tekst shkrues, me marrë pjesë, me u konektu me njëri tjetrin edhe me kriju këngë origjinale, edhe në brenda ditës të kampit ka me pas mundësin, do me thonë, në pikë spari mu njoftu me njëri tjetrin, me pas një masterclass që kanë mu kanë profesionist industrisë muzikore, producent, tekst shkrues, edhe pak insight në industrinë e muzikës, me mujtë me bo pyetje konkrete, pak ma interaktiv, edhe kanë ditën e plot me kriju diçka në grup, edhe do të jetë një ditë e 4 për një event, ku bashkohen krejt, ka mu ftu edhe njerëz tjerë prej industrisë, jo veç muzikore, edhe në kulturë tjetër, se muzika lidhet edhe në teatr, në film, apo kudo, që me mujtë me pas një connection pakës me unë njuftu, që edhe këta trit me pas një mundësi me shti një kam kështu në industri pakës me pas edhe në emnin jashtë që ka bojnë. Po më interesojnë, ka rjedhe që ke ide për me bo diçka t'il. Nështa vite ma përpara, kur t'ja ke njësë më mirë me muzikë, po besej që e ki pas shumë nevojshme, po nështa nuk ka pas diçka t'il, edhe qash nështa ja ke një mungesën që t'i seni, ke thonë që herë dhe kur dëna me bo diçka t'il, që me ju ofru hapësir artistave t'ri. So nështa po ka që si evente, që si kampe, organizime t'ila që me ju e hapësir artistave t'ri. Po, do me thonë një songwriting camp, me sa më informume nuk është bo kur këto. Edhe mu më ka ardhë ideja se ku më shku me studiu jashtë, edhe në Kosovë kemi bazat mune me i marë, po veç hapsinat me u zhvillu ma tutje për një me jam pak mango, edhe jam njoftu me ekipën e Trust Music, Trust Art, Krenari, Andi, Surigana, Marki, Ervisi, që janë thjesht një ekip shumë e mirë, që janë kanë shumë entuziasm me ekzekutu qëtë plan, edhe thjesht po e kumë vrejt, do me thonë, o nësojmë kanë këto që hej, bërë s'kena qështu, s'kena ashtu, tani atjem ka ra me marë pjesë në kamp e songwriting, edhe kumë thonë që kjo gjithësësi në Kosovë duhet më bo, se kena shumë njerës talentum, edhe thjesht me a jep mundësin, më njëftu me njëre. A ke fështirë është ta me i bind, mi përmene pak a shumë që ata njerëz me cilë ndështë ati ki punu, ke fështirë është ta me i bind, dheri soja prezentove kri që ati ide, që me bodi, se për një me bodi qka për herë të parë në Kosovë, e kina është ta pak të fështirë me i bind dhe njerëz dhe e kanë të fështirë është ta me të kuptu të qka po dënë. Po, më heqë. O kanë shumë mirë, se me një herë se na ka ra me punu në studio me djemat edhe kemi pas një kimi shumë të mirë edhe mirë na ka shku edhe me state muzikës edhe tani veç kum folë që jom ka në nej, Berlin, shumë kam qef edhe këto me produsane që i ku mësua nej edhe ata okej, të rego, wow, po, hajde përbojmë shumë shpejt edhe shumë do me thonë me ideja jemi qas njani tjetrit me mojt me zhvillu sa ma. Që sa jeni të punu? Do me thonë që tash prej fillimit prillit kemi fillu me ideja sene qka vynë, qka zbën, qka duhet, edhe po pritet me omajt tash të plani është në fund qërshorit, fillim të korikut,
Edhe, po, jam shumë happy. Po besoj platforma keni në rrjetet sociale, kështu i keni qelë faqe që po besoj njerëz mund me ju ndjek edhe me i marrë vesh krejt detajet, cilat nuk janë bo ndoshta dituna deri që tash. Do me thonë në Trust Art edhe në Trust Music, rrjetet sociale ka mu postu gjithçka për rreth kampi, gjatë javës që tash që vjen, ka mu bo edhe një formular aplikimi, ku më në njerëzit me apliku, me trejku edhe për veten, që abedin na dojnë... A para i kriteri ndoshta për njerëz që dojnë me apliku dhe me ardhë? Po, kriteri vetëm është që duhen më kanë prej moshës 18 deri në 23, edhe of course muzikanta. Edhe thjesht e kanë edhe hapësirën me tregu pak rreth vetes, se duhen mi konektu njerëz që edhe për shtatën, që më kanë grupe që mujnë me u marrë vesh me njëri tjetrin. Edhe po, kjo është ideja bazike që është e kampit, jemi të bashkëpunu, do me thonë, edhe me disa sponsorë, që njerëz për gëzajmi për men, po ka me pas edhe një shpërblim për se cilin që merë pjesë, që është diçka që për një me adin edhe i jep pa kurajo, edhe i shtyjnë për para, edhe është një mundësi e mirë për ata. Na këto e kena dikën që të merë vesh këto ma shumë se këtë tjetër se për këtë muzikës, që dhe trakja po besoj ka pyetje. Po, normalisht mund ka bërë shumë përshtypje kur dëgjova që Lisa është vetë producente dhe ka shku në shkollë në SAE në Berlin atje, që në shkollë e audios, kush nuk e din, edhe sa unë kom studiu vetë, në Londër, jo në London School of Sound. Oh, nice. Po në klasë nuk më pas vajza. Që dështë më të regu, edhe këtu nuk është praktik, diçka materala janë, po kom qef ma shumë për ty me ditë se normalisht një ndërru edhe me një shmim Female Producer Prize, prej Sony Music, që nuk është e vogël, qka, qysh, tek, Lisa, mas pari qysh shkove, qka ndodhi, qka të ka shty, se këto qka e thamë, shumë e bukur, shumë e mirë, aktuale, po na po dojmë e ditë pak për Lisën edhe ma shumë. Po, fajnderit. One do me thamë me produksion muzikor mirë na ka gjatë ju mësu vetë edhe kom qenë edhe këtu pak aktive, po që të thash parzit bazat i merë mëson instrumentin apo qka do, po hapsinat me, për shambo, një fakultet prestigjës si SAE Institut apo edhe London School ku e kanë, fatkeqësisht nuk është këtu, edhe kum shku atje që pakës me u avancu, me bu pak kontakte edhe ndërkombëtare, mu ka jep që ajo mundësi, tani edhe jam rezidente në Riverside Studios atje, ku, by the way, se ka shtu arru me për men, vitin ashëm dojmë me mbajt atje kampin, që dhe sot është edhe pak ma huge, pak ma nice. Edhe unë ka ra me marrë pjesë, do me thonë, songwriting camps atje, ku ku mbu kontakte, ku tani edhe mu është jep qmimi prej Sony Music, që ju ka pëlqy puna jame, edhe më ka ndëru me atën, edhe më ka njep edhe atë masterclass-a ku kemi mbajt edhe atje që apet unë veke men, edhe kjo Kosovë, hajde në qësi masterclass-a të tila. Po, ja që do me thonë muzikën e kom pas gjithmonë pasion edhe thjesht kërkesa fatkeqësisht gjithmonë është jashtë me shku për me mujtë me pas ma shumë oportunitete, po ka dale po mundona edhe me mujtë këto sot që e kom Qka tanë shpis kur tha po du me shku audio me studio? Qa është taj? Audi? Audi. Ku ja nisë muzit? Jo, shumë supportu, sa veden se... Pa, ka dikush familje që është marrë në shta me të pak të muzikë? Po, unë e kam vlaun tërë që mirët me produksion muzikor, dhe me thani, unë i kom nejtë për masë, okej, a dhe në i sani, ja kom vjetë sanet ideat, po jo, përgjësi jo, ama thjesht edhe prej e vogël gjithmonë e tupanave ja kom nisë mi u ra, edhe adin interesant është muzika, nisan e mëson do në tjetër, do në këto, e audio engineering u kanë interesant se është kjo puna mix master, janë konsola që do në mi mësu, abedin gjithë është diçka tepër interesante kur e shtin praktik muzikë, se për një me që me një nivel tjetër, edhe po ata privilegjin atje me bu kontakte që menoj është mjaft një DNI që me mujtë më arto në këto, diçka me prezentu si këtë kampin tash, me Trust Art në bashkëpunim, edhe po. Do këtë krejt që do të mira që i përmene që i ke fitu, ma ndaj është përbly me lonin peshmimeve që po e shojmë në ekrane, po besoj janë të e pa dhe shikus, bëhet fjallë për Female Produce Prize 2024. Tregon pak qysh undive kur e more këtë shmem? Shumë mirë, jam dje, mu ka hyp egoja pak nështë. Të ndi shumë ajë për mbushën? Po, adin nuk e kom ditë që mas pari eksiston, u kanë diçka që e kanë sponsorizu në Instagram, e kom e tha,
fake, na i sen, hajta, den, whatever. E ka që na kush spirri. Po, a vete, po tojnë po talavere dhe këmë përdor një email, ashtu që përdori fake, na i sen, na i registrim, subscription, edhe veç më vjen një email, hej, a veden, e ki fitu që të shmim, ka me të pri qëto sene, kimi marë qështo pro senet, edhe në okej, cool, tani ra, adin me shku, atë dit për të ceremonia, edhe thjesht të ka një sen shumë i mirë, më ka motivu me ushty ma shumë, se edhe ata më ka njop kontakte me artistat që janë në Sony Music, edhe me producentat që janë atje me mujt me u exchange, edhe thjesht, menoj që shumë cool nina që e kom pas që të shmim, edhe po. E ma ndekurirët në Kosovë, sa po mund është nështa me i bo kreq ato sene që i ke mësu jashtë? Sa po t'jep nështa hapësirë Kosova për mi realizu kreq ato ide që i kite? Fatë mirësisht më ra me u taku, do me thonë, me ekipën Trust Art, Trust Music, se po janë një ekip që për një me edhe ata janë këto, edhe po dojnë me pru diçka të re në industrinë e muzikës, gjeneratat e reja, mos më kanë adin e mbyllun industria e muzikës tash veç në emnat e njoftën, se kena shumë talenta të ri që veç po bashkëpunojnë të Trust Music që për një me meritojnë një spotlight që thonë, edhe me ata do me thonë më ra shumë mirë që u kanë e mundshme me realizu qëtash që të kampin, po për ide tjera të këshyrim, a vëdën, gjithsesi sa ma shumë. Po du shumë me undalë të artistat të ri që the nështa du të me ju jep një spotlight, një hapësirë ku ata mujnë me shprej vetën. Sa nështa, na e dim që kove të fundit jënë buka gja shumë festivalit e na. Sa po jepët hapësirë që ty në artistave të ri me cilë ndoshta të përpunojnë? Në festivalet? Në për festivalet, në përgjithsi nështa dhe në për evente për me përformu ata. Po kryesisht në për festivalit, so në peshoj që ja ka njës nështa festivalit që me i kapë dhe artistat të ri, me ju jep aty në hapësirë, po që ashtu ma ndej mu po mdo këtë që na pi marrim halja ma seriozisht që ata, edhe pingojmë shumë a shumë andej kongë të tyne. Edhe po është një hapësirë që nështë aon që aty po me i meni për jetë parë kongën e tyne. Po esenca është ashtë qysh me mri ata me shku në festival, a vedin se shumë mirë është Sony Hilli që i jep mundësi plët artistave të ri që edhe nështë kursi ke një edhe aty dikush ishe, po tani apet po bjena jo puna dirit se mrin të Sony Hilli, ku që për shambull kampi, buhet një connection qaj grupi i parë, grupi i dytë, grupi i tre që e supportojnë një një tjetrin edhe mbas kampi të nëkon, edhe na, edhe Trust Music edhe onë kemi me nejtë në kontakt, se ndoshta adën kanë qef me continue punën edhe me kriju kongë për ata, ose ata për neve i të jë, edhe ashtu besoj, deri sa i kena supportin e një një tjetrit, që me mujt me arrit që atë sene, se po prej rjetëve sociale e krejt, po Kosova është e vogël, e nëse mujna me bu një rreth, a beden e mu zgjënu, që a i rethi, është shumë ma easy me nëj, a beden me ju jep mundësia artistave të ri. Qka nështë ta pëjmungën trego tonë? Që i mungën trego tonë? Wow, shumë pytje e mirë. Pak diversitet nështë ta, kësha thonë, me të vërtet, a beden se është pakës kufizume me sa e vrejone, se s'po duhet tash me full keq, se kemi edhe shumë artistat mirë, adin mos me trajtu keq, po mesoj që adin thjesht me jep mundësi ma shumë, adin mos me gatekeep të sane që hej, jo veç na, adin nuk mund është pa e pas qëta, pa e but qëta, pa e njoft këta, po me të vërtit kur është dikosh i talentu me pas mundësin me tregu vetën. E të punun është ta me artista qoftë të ri, qoftë nështë ta dhe me ata që janë vite në treg, qka nështë ta është një zhanër që të na, pavarësisht gjithë shkaje kur të na nuk bjanë. Gjithë që ata kanë me njekë njerës dhe zdështën kur nëse e bënë që atë sen. Po tu që në Kosovë heq që se dojnë? Po, a ka naj diçka, janë krejt nështë ta përkosisht. Qëre, interesant mu mdohet në Kosovë, që të mu mdohet që të vetë vjen një trend që e mojnë prej Amerike, apo Afrike, tash ama piano, edhe bëhet të në vitin që ajo, ama mu me më pyjtë personalisht që shumë kësha pas qef me mujtë mu kana, edhe në prej rocket, në jazz, mu kana ato komercial, mainstream, e thonë që për një men dëgjohen, e mos mu kanë pakic fansat e qëtë në zhanreve, po diçka që se zhëngu, heq, edhe në dëgjush me rritë madhe, s'po di që me të thonë se njerës e ndëgjojnë, po nuk për ju jipet, a vete nuk për ju prezentohet, që ajo për ju prezentohen veç diçka që e njohin. Po, a menën është ta që ka njerës që menojnë si ti, po veç për shka këtë vendit ku jetojmë, është ta për shka këtë mentalitetit që e kena, a du të me bu krejt diçka tjetër, po thëmë kushtimisht për me i dhejt qaj projekt, qaj dhe me lansu. Fatkesi shumë ka ndodhë këtu tashti kur kom punu në studio, se tashtë shumë ka rrë dhe që një kodë gjatë, po që kanë ardhë artistat, hej, po du me bu që sajnë me dhes, se që kësa në trendi, se kej po bujnë qëta me dhes, kjo e kufizon se tani nuk është ka vjen dikush unik, që për një me miran sy njerëzve edhe qaj kërësën.
originalitetin e Fiks, originaliteti fatkesish, po edhe nëse e kanë originalitetin që të artista nuk guxojnë me shfaq me një farë mënyrë se edhe ju thojnë krejt, jo, se që kësans dhis, që kësans bën, A kina e artist, po folim për qëta vendorë, që nështë ta menën që pavarësisht që eksperimentar me stilin e vetë, gjithë është unik në qata që e bëjnë. Artist që është ashtë i kështu established, që Ose nështë ta me dikën që të karati me punu me ta? që mu unë pëlqenjë krejt zhanret muzikore, edhe unë pëlqenjë krejt muzikantat, kam gjithmonë respekt për krejt, se adin industria muzikës këtu është, në fakt shumë e fuqishme, kështu që avedin respekt krejtve, po veç edhe plis pak mundësi edhe trive që dojnë marë, se adin edhe unë nuk e kom pas fort mundësin me mujtë mu kyqë shumë sene edhe pak si femën producente. Ta shti mos mu kanë gjithmonë që hej, du mi me shku jashtë, du mi shku në Gjermani, du mi shku në Angli. A ka ndru në shtaj që këj mentalitet prej viteve, po besoj të mirë është shumë më ti me muzikë edhe po besoj prej vitit vete ki po qysh në shta ka në ndru senet edhe qysh ka mujtë dhe pak në shta me ndru mentaliteti i njerëzve, sa në shta po mirën ma seriosisht në këtë rast femnat për me qenë producente edhe në shta për me të besu ty për punën që të e bëjnë. Në botë, dhe me thamë, paramenoj jam veç 2% që janë top 100 femna producente. Edhe do me thonë nuk është diçka që është vëqë në Kosovë problem, është në botë, po për mu e shkan ideali kur heme një studio muzikore, mos më kanë që di kur ishe adin 3 femna producente, se zakonisht është gjithmonë me mashkull. Kjo po krit reagimit në ftyra ashtu. Po, vedin se gjithmonë është, a jeti femna producente, ta shka, vedin? Qaj të një të qëto. Po, ta është dhe adin, ka daj, ka dali, duhet me qenë ashtë ta marru në pak të support ma shumë, tani gjithmonë. Adin përshamë edhe në kam diversitetin shumë, kam qef me promovu që me marrë pjesë femna, me marrë pjesë qëto kush, pamërsisht të kush janë se nuk buojmë dalime, apo edhe muzika është muzikë, nëse interpreton mirë, nëse ki mesazh të mirë, njeri mirë, gjithsesi kemi qef me i suportu ata persona edhe me i qu për para sa dhe që mojmë. Urej që me pas ta ma shumë aktivitetet tila që nështë ta ju jepët hapësira dhe i qojnë për para që shtetet të krejt artistat të rinë, edhe falimderit shumë që e konë së të nrilotë dhe shumë suksese me... Edhe një pyetje për Lisën, se për ato që e ka studiu, normalisht më vynë një mendim kualitetin që shë sët në tregun muzikor. Përgjithsi? Në aspektin e audios, po. Këto? Po, në Kosovë. Shumë mirë. Tepër mirë. Se e di që bashkëpunojnë shumë me engjinjera jashtë, tani okej, edhe pak di që dhe ata në ashtë e kam pas pak ma fakultete ma të mira e këtu, po edhe kusho këto gjithsesi nuk është diçka që duhesh gjithmonë me kry fakultet për, se gjithkush ndrysha më për kvalitet, besoj që janë shumë nice, shumë. Mundet më bo një Suedi e vogël këtu, a? Që me nëzirë... Që shto këtë ty, se më ndoke ti e pas këni opinion pak ma... Unë jam lodhë, po të kalzoj. Unë më së këtë drejtim shumë mirë, thaja. Që është edhe vetë kompi prej 18 dhe 23 vjeqarë. Po. Mu isha djallin me pruqa të që për mu. Me gjithë qërë. Unë e vista është me mësu t'i kënë. Po, jo, veç edhe nashta me thonë për fond, please, nëse njëri i kanë që mirët më muzikë, ose vetë që mirë me muzikë aplikani, se është një sen shumë i mirë. Njerë me nga të regu ku mundir me apliku që ta kanë informata. Do me thonë me nejtë gati të Trust Art rjetët sociale edhe Trust Music edhe të one, edhe gjatë javës kemi postu gjitha detajet, kemi postu formulari aplikimit, edhe... Për gjyshe e kanë Instagramin këtu, po e sheni Lisa _ Kida e gjeni në Instagram, ose në rjetët të ty në socialit Trust Art dhe Trust Music. Falimderit shumë Lisa. Falimderit shumë për mundësi. Traklape për tjetër në Musafirën. Pa tjetër, falimderit Lisës, ja, një vajzë cila në vitin 2024 underua me çmimin Female Producer Prize nga Sony Music dhe Music Woman Germany, edhe normalisht me gjithë shkollimin e saj që ka bërë në Berlin në aspektin muzikor.